ta kuptoni se blet kanë probleme me fjalë, janë të smura ose nxjerrin pjellje të smura ose nxjerrin blet të vdekura jashtë, se shumë prej jush nuk e dinë se mund të kenë blet që mund nxjerrin pjellje të vdekur jashtë, dhe në këtë kohë që jemi në mes të nëntorit ose blet të vdekura jashtë, të shkoni në mëngjes, banja mend këtë dhe shikonja, edhe aty do i dalloni se cila blet mund të jetë me smundje e smur apo jo. Kur të shkoni në orën mëngjes apo të ngriheni, për ju që i keni afër, se ju që i keni shumë larg mbase nuk arrini do t'i shihni, por ju që i keni blet afër, kur të shkoni mëngjes ka ora 6:30, që akoma blet s'kanë vazhduar sulmin, që nuk kanë vazhduar dalin jashtë, po të shkoni dhe t'i shikoni përpara tek dera, aty do i shikoni se dalin i nxjerrin blet të vdekur aty në tokë, aty përpara derës. Sepse gjatë natës ato mund t'i pastrojnë disa që vdesin ose që janë me probleme, i nxjerrin tek dera, nuk i marrin mi hedh larg. Sepse nga që është natë, bleta nuk del me fluturu me ik larg natën. Edhe kur të shkosh nesër në mëngjes, ti e shikon se nëse bleta ka probleme, ka ndonjë smundje apo ka një diçka, sepse ti nxjerr blet të vdekura dhe ti hedh aty jashtë në tokë tek dera. Ose mund t'i keni më aty sipër tek dera, vetëm i nxjerr jashtë dhe ti lën aty. Po të shkosh herët në mëngjes e shikon këtë që po të them unë, dhe shikon nëse bleta ka ndonjë problem, ka ndonjë smundje apo jo. Edhe aty e sheh se çfarë po bën. Se po të shkosh, kur shkojnë shumica shkojnë vonë, pasi bleta ka vazhdu punën, pastaj bleta i merr ato blet të vdekur ose të pjellën e vdekur ose ato që i ka me probleme, i merr dhe i largon, i hedh shumë larg kosherës dhe ti se kupton dot. Në disa raste se kanë atë fuqi dhe i hedhin direkt aty jashtë derës, i hedhin aty në tokë, po shumica bletët në moment që vdes njëra ka probleme brenda në koshere, e marrin dhe e largojnë, e hedhin, mund ta hedhin larg me kilometra, që mos t'i infektohen tjerat. Ato janë shumë inteligjente. Po gjithsesi provojnë këtë që ju thash, kur të shkoni në mëngjes herët dhe i shikoni tek dera nëse bletët kanë problem apo jo. Se disa mund të vdesin nga nozema, që mund të kenë akoma nozem, edhe pse jemi në mes të nëntorit, për disa parke kanë nozem. Ose nga varroa, disa nga temperaturat e ulta, bleta që është jashtë lëmshit dimëror, disa nga ato vdesin dhe blet t'i marrin të nxjerrin t'i hedhin jashtë. Po nëse shkon çdo ditë, edhe i shikon çdo ditë se nxjerrin blet vdekura jashtë, shef që kanë pjellje të vdekur që nxjerrin jashtë tek dera, atëherë është problem, duhet me e pas sepse nga se vjen kjo, i bën një analizë dhe me u mundu çfarë mund t'i bësh me shëru. Po gjithsesi shikoni këtë që po ju them, edhe do e shikoni nëse blet kanë probleme apo jo. Se shumë shkojnë shohin gjatë ditës edhe nuk është se shikon diçka, po në mëngjes herët po të shkoni, do e shikoni nëse blet i keni me problem, kanë ndonjë smundje apo jo. Kur shikoni blet të vdekura tek dera aty vazhdimisht, atëherë do e kuptoni këtë që unë ju thash tani. Ose keni ndonjë pyetje na e bëni, se sonte nuk do rri shumë, vetëm 10-15 minuta.